Qindra besimtarë të krishterë në Lezhë mblodhen për të përkujtuar një nga momentet më të rëndësishme të javës së shenjtë të Prindërin e Zezë që në liturgji njihej ulla kryqit. Ceremonia u udhëhoq nga arkiprefekti i diocezës së Lezhës, Monsinjor Ottavio Vitale, i cili drejtoi lutjet dhe meditimet për vuajtjet e Krishtit në rrugëtimin e tij drejt Kalvarit. Besimtarët me devotshmëri dhe përulësi përshkuan në rrugën simbolike nga sheshi Gjergj Kastrioti deri në kalan e qytetit, duke ndjekur stacion pas stacioni të gjitha etapat e vuajtjeve të Krishtit, që sipas besimit të krishterë morin mbi vete mëkatet njerëzore për të kryqëzuar dhe për të ringjallur pas 3 ditësh. Monsinjor Vitale theksoi rëndësinë shpirtërore të kësaj dite në prit të Pashkës, ringjalljes së Krishtit. Sterete dhe të cilët kremtojmë ngjarjen e Jesu Krishtit. Se para ngjarjes së tij ne kremtojmë vdekjen e tij. Dhe udhë e Krishtit na kujton gjitha mundimet e Jesu Krishtit që ka bërë, duke shkuar deri në momentin e fundit, kur ka qenë kryqëzuar dhe ka vdekur për gjithë ne. Prandaj udhë e Krishtit na kujton vdekje, dhimbje me dhe mundimet e Jesu Krishtit, i cili ka vdekur për ne të gjithë. Por me këtë shpresë, që ai pas 3 ditë që do të ngjallet. Dhe për këtë arsye, Pashka për ne është momenti i shpresës të cilin ne kremtojmë ngjarjen e Jesu Krishtit. Pashka është festa më e madhe gjatë vitit për ne, sepse është ngjarja e Jezusit. Prandaj për ne do të thotë që ne, nëse besojmë në Krishtin, një ditë edhe ne do të ngjallemi për së vdekuris, sepse ai na ka premtuar jetën e pasosur. Me këtë përkujtim të thellë dhe solemn, besimtarët rikonfirmojnë besimin në fuqinë e sakrificës dhe shpresën e ringjalljes, thelbi i pashkave dhe jetës së krishterë. Në hershjen dhe lutjen e kësaj dite, ndjej forca e shpirtit që kërkon dritën pa çdo errësire.